ish luftëtari i UÇK-s tha që nuk ka qenë pjesë e listës. Nuk është pjesë e listës veteranëve, nuk na rezulton se ka qenë në luftë, por ndërkohë që ai nxori një dokument që Azem Sylla e njëjtë si të tjerë, komandant brigade në mos gaboj. Pra, kjo shpejtësia e OVL-UÇK-s për të reaguar, si e pat ju? Po sigurisht, çka do të çlirojmë në Shqipëri? Këne kemi okupatorë Shqipëri, apo ne UÇK-ja ka një histori çlirimtare në Republikën tani të Kosovës, kishte histori çlirimtare në Maqedoni, kishte histori çlirimtare në pjesët jashtë kufinit të Kosovës, aty ku kufizohemi më slav, por çlirimtare në Shqipëri më duket që ky reagim të jetë shumë me vend dhe me i përgjithshëm në kohën e duhur. Sidoqoftë të slogani UÇK në Shqipëri nuk se di se kush do ta ka përdi, duke pas parasysh se ju ne keni me përqindje të popullatës, do të thotë keni shumë gjyshur me fakultet. Do flasim për situatën në Kosovë, se aty nuk është e qetë në aspektin politik. Zgjedhjet mbaruan, tani presin formimin e institucioneve të reja, të qeverisë, zgjedhjen e presidentit, kryetarit të kuvendit e tjera, por kemi dhe debatin për gazin amerikan. Këto dyja janë ato headlineset për momentin. Po tani ta themi kemi një blokadë institucionale, do të thotë një degradim institucional të stërgjatur, e cila do të thotë të cilën ne kemi thënë edhe më parë zotëri Bolla se shfaq pasiguri dhe të qytetari ka shi institucionet dhe hupet besimi në institucionet dhe vetëm se ka filluar dhe këtë e faktojmë në votimet e fundit. Nëse e marrim përqindjen e votuesve e shohim se si kjo po degradon. Dhe do kisha thënë se forma e zotit Kurti për pushtetin është tipike e zotrit Ramës. Pa marrë parasysh që ai e ka kritikuar apo ka hudhë këtë balonin e iluzionit se është kundër zotrit Ramës. Po ku vjen puna te pushteti thua janë në të njëjtën metodologji veprimit. Metodologjia është e njëjtë, do të thotë zotri Kurti deshi ta bëj president një general, do të thotë një njeri i cili ka bagazh ushtarak që kishte mbiemrin Jashara dhe vjen nga një familje nderuar e Republikës së Kosovës. Do të thotë kjo formulë vjen nga zotri Rama. Zotri Rama ka bërë të njëjtën gjë apo jo? Atë ka bërë president dhe gëzon gjitha pushtetet në Shqipëri duke centralizuar kështu pushtetin. Dhe kjo është rezultati tani, edhe kjo mund të na ndodhë tek ne shumë shpejt. Besoj unë dhe pashmangshëm nëse vazhdohet me të njëjtën ritëm nga zotri Kurti. Që do kisha thënë është se ne këtu në dallim prej ju atje kemi ky generali që vjen nga familja Jasharaj, do të thotë refuzon postin e presidentit sepse ndershëm dhe ka një mendësi, ka një historik. Familja Jashara në ndërtimin e Republikës së Kosovës. Ju lutem zotri Bolla, nuk ka çerek, nuk është as çereki i vitit, nuk ka 3-4 muaj kur plaku Jashara thotë unë ruajta vend votimet me armë kur zgjidhej presidenti Rugova. Dhe ka traditë të shtetë ndërtimit është memoria gjallë e shtetit të Republikës së Kosovës në familjen Jashara dhe nuk është vend që mund të manipulohet apo keq shfrytëzohet nga qëllime ideologjike të majta. Po përsa i përket faktit që Vjosa Osmani mendoni që ka mbaruar punë përfundimisht, tani do përfundoj një deputet e thjesht? Unë mendoj se zonja Osmani është kthyer në Lidhjen Demokratike të Kosovës fuqishëm. Ky
kjo është e vërteta, do të thotë autoriteti i saj gëzohet nga pjesëtarët, anëtarët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, sepse aty nuk ka një pluralizëm të unifikuar. Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka pluralizëm të unifikuar, siç kërkonte Ibrahim Rugova në nivelin më të lartë shtetëror. Shumë parti politike, pluralizëm politik, për të unifikuar për qëllime dhe interes shtetëror. Do të thotë brenda partisë të Ibrahim Rugovës tani mungon kjo, mungon vizioni dhe si pasojë e kësaj kemi përplasje mes anëtarëve dhe pakënaqësi mes njëri tjetrit, sepse mungon vizioni apo udhëtimi për drejt diçkafit më të lartë se sa vetë ata. Ndoshta mund të rrezikojë edhe karrierën e Abdigjiku tani apo Zotëri Bolla kur do të thotë para 5 viteve, 5 vite 6 kemi pas bërë një farë në për kohën që kam qenë në Amerikë, do të thotë kishim debate dhe ideja ishte se LDK-ja do të shkon përgjatë shuarjes. Dhe për mua ka qenë absolutikisht absurd një ide e tillë. Dhe tani po ta shohim zhvillimin e LDK-s, nëse vazhdon me këtë mendësi dhe nuk kemi një transformim të LDK-s në kuptimin organizativ dhe gjetjen e vizionit për televizor përpara për të rrit, tani filloj dhe besoj se fatkeqësisht LDK-ja mund të shkojë për drejt atij drejtimi. Dhe kjo do ishte një kop për Republikën e Kosovës, sepse ishte shtëpia nga e cila u nis ideja e pavarësisë dhe shtetit të Republikës së Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën dhe vizionin e tij. Tani po për dilemat me gazin si do zgjidhen? Me gazin amerikan, tani zotri Bolla paralelisht kjo gazi amerikan është një konsistencë që tregon vërtetësinë e rëndësisë së saj që nga viti 2019 kur kishim kryeministër zotri Hoti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht në zyrën e presidentit Donald Trump, nga u njohën reciprok me shtetin e Izraelit. Paralelisht rëndësisë së kësaj them se mos zbatimi dhe mos respektimi i asaj marrëveshje neve nuk na jep fitues asnjë gjë. Në të kundërt fituesi ka jap Serbisë. Si ka jap Serbisë. Do të thotë ne kemi pas në atë kohë një parafrim shumë të madh me shtetin e Izraelit dhe një mirëseardhje të bashkëpunimit me shtetin e Izraelit, e cila do të na ndihmonte neve për zhvillimin të kapacitetit ushtarak të kohës. Dhe atë që ne e shohim në shtetin e Serbisë tani, një bashkëpunim të Serbisë me një kompani të Izraelit për ndërtimin e dronëve, e cila po ndodh atje, ajo duhet të kishte ndodhur në Kosovë. Dhe jo ky droni që